Po në teqen e Abbas Aliut, duhet të vemi, muslimani nuk i lutet as tyrbes, as teqes, as minares xhamis, as hoxhës, as priftit, as gurve, as drujve. Muslimani i lutet vetëm Allahut lartësuar. Veprat e tilla, ti lutesh diçka e tjetër përveç Allahut lartësuar, është shirk i madh. Dhe të nxirr prej feje, Allahu na rujt, është mëkati më i madh. Zoti i gjatësisë nuk e fal shirkun. Nëse robi nuk pendohet, Allahu i lartësuar nuk e fal shirkun. Zoti i gjatësisë thot në Kur'an: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk fal që ti bëhet atij ortak. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dhe fal përveç saj, pra kënd të doj. Zoti i gjatësisë thot në Kur'an: Ud'uni astajib lakum. Lutmuni mua të përgjigjem ju. Në një ajet tjetër Allahu i lartësuar thot: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave. Po ashtu, Zoti i gjatësisë thot në Kur'an: Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Dhe kur unë sëmurem, ai më shëron. Gjithë profetët e Zotit të gjatësisë kanë ardhur që t'i ftojnë njerëzit të adhurojnë Allahun e lartësuar një të vetëm. Në momentin që ti i lutesh dikujt tjetër përveç Zotit të gjatësisë, ke bërë shirk, Allahu na rujt. Dhe shirku është shkak që njeriu të privohet nga hyrja në xhenet, siç thot Zoti i gjatësisë në Kur'an. Pra, wa men yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Kush i bën shirk Allahut, Allahu ja ka bërë të ndaluar atij xhenetin. A e dum xhenetin? Atëherë le t'i lutemi vetëm Allahut të lartësuar, krijuesit të gjatësisë. Prandaj, bazuar në këto që thash, muslimani nuk lejohet të shkojë në vende të tilla.